kërkon marrëveshje edhe me vende tjera përveç Shqipërisë. Jo, nuk është puna se kërkon Greqia, kjo është diçka që duhet zgjidhur gjithsesi mes vendeve. Nuk është shumë mirë. Edi Rama me është në interesin e të dyja palëve, se duket sikur interes për këtë marrëveshje ka vetëm Greqia. Ka Shqipëria interesin e vet, patjetër është kryesori, këtë dua të them. Që të mund të shfrytëzojë hapësirën e vet detare. Po duke qenë se termat janë tani nga 6 kanë kaluar në 12, dhe duke ditur që Edi Rama dhe më herët marrëveshjet i bën jo domosdoshmërisht në favor të Shqipërisë, pyetja që shtrohet është kjo. Domethënë Edi Rama kush përveç se si u thonë plot fuqishmërinë e presidentit, po presidenti kemi vënë re që lehtësisht do të japi fuqi Rama presidentit që ai i kthej plot fuqi. E para kjo. E dyta, gjykata kushtetuese nuk ka respektuar dhe më herët. Po ka një histori e cila e bën delikate në fakt të marrëdhënieve midis Greqisë dhe Shqipërisë. Kjo është një çështje për të cilën qeveria shqiptare nga 2018 deri sot ka pasur një masë shumë të madhe fleksibiliteti. Zakonisht për çështje të tilla fleksibilitet mund të ketë midis dy vendeve në rastet të import-eksportit. Do heqim akcizën, do reduktojmë akcizën. Po një fleksibilitet kaq të lartë, domethënë një elastik që zgjatet pafund për një çështje kaq thelbësore, siç është çështja e kufirit detar, nuk mund të ketë. Dhe qeveria shqiptare ka reflektuar fleksibilitet që nga 2018 deri sot. Dhe fleksibiliteti, ose luhatja e parë ndodhi kur ata ranë dakord në parim për ndërtuar një marrëveshje duke u bazuar tek parimet e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese në 2010 dhe ajo u bllokua për të kaluar pastaj tek historia e dërgimit të saj në gjykatë. Po çka ka ndodhur brenda kësaj periudhe? Po të kemi parasysh, diku nga 2018 ka patur një tension shumë të madh kufitar për kufirin detar midis Turqisë dhe Greqisë. Dhe atëherë diskutohej që nëse Shqipëria do të arrinte përmes një marrëveshje të arrinte një marrëveshje me Greqinë, ndoshta kjo marrëveshje do të ishte e lexueshme si kundërproduktive për një marrëveshje të arshme midis Turqisë dhe Greqisë. Qeveria e Shqipërisë ka qenë shumë e lidhur me qeverinë turke ato ditë dhe në një farë mënyrë ja ka bërë të gjitha, si thua, ja ka zbatuar të gjitha urdhrat, po ndërkohë edhe ka notuar në interesat e qeverisë turke për këto probleme dhe kjo gjë u shty dhe më tutje. Po u shty dhe ndodhi pikërisht momenti kur Greqia deklaroi shtrirjen e 12 milje. A kishte këtë drejt Greqia? E kishte këtë drejt Greqia të deklaronte shtrirjen e 12 milje për shkak të pakteve ndërkombëtare dhe rregullave ndërkombëtare për detin. Por në këtë rast Shqipëria duhet të deklaronte dhe mos ta pranonte në heshtje dhe deklaroi kundër, sepse ne kishim një proces gjyqësor përpara dhe kemi një proces gjyqësor përpara, paktën deri tani. Pse nuk ka ndryshuar strategjia, aty jemi. Dhe për sa kohë që ne kemi një proces gjyqësor përpara, ne nuk mund të shkojmë në procesin gjyqësor duke ia lënë të gjitha armët e procesit në dorë palës përballë. Pa shpresë kontestimin tonë. Dhe këtë po them unë që fleksibiliteti në këtë çështje është shumë i madh, çfarë e ka turbulluar, mund të turbullojë edhe një vendim të arshëm të gjykatës në lidhje me gjykatën në gjykatë midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ndërkohë që Greqia nuk ka ndryshuar përkundazi ka avancuar interesat e vet apo ka avancuar edhe në imponim, si thua, edhe në ndërtimin e një konteksti i cili mund ta favorizojë atë, Shqipëria nuk e ka bërë këtë gjë. Në fakt, kur shikoja pamjen që përqafoheshin, pyesja çfarë kanë diskutuar, sepse po të lexoje shtypin grek, shtypi grek thoshte duke shfrytzuar dhe klimën shumë të mirë të marrëdhënieve në këtë periudhë midis Shqipërisë dhe Greqisë, po ndetohet kjo gjë. Për çfarë kanë folur edhe? Sorila, Greqia, Rumania, Bullgaria, Gjermania dhe Holanda, le të themi tek IBAR ka qenë 5 vendet më refuzuese. Greqia ka pasur paktën ato që është përcaktuar aty historinë e punëve të minoriteteve. Ka ngritur si problem në raportin e IBAR. Bullgarët kanë qenë për statistikat e minoriteteve, Rumunët për një kishë në Saran që ka kohë shumë vite që kërkojnë, Holanda për romanon ka qenë kategorike, le të themi, dhe Gjermanët që kanë një pafundësi arsyesh. Ka sa unë di, do jetë ministri i jashtëm që do vinë në Shqipëri në mesin e qershorit, ministri i jashtëm grek. Do vitë ministri i jashtëm. Besoj se Dendias është fokusuar më tepër te këto problemet që janë shfaqur së fundmi në raport me IBAR-in. Dhe kjo është por tek historia, dhe është histori nga